të drejtë për të marrë veprime ushtarake në këta kufi dhe për të marrë veprime ekonomike në këta kufi, pra për të përcaktuar zona ekskluzive ekonomike. Këtë të drejtë e presidentit. Dhe ajo çfarë kundërshton me këtë blumavi, me këtë adheu blu, Greqia është problem me Greqia ka këta ishuj. Pra këta ishuj që shihni juve, në realiteti pavarësisht janë futur në këtë zonën blu, janë ishuj grek. Ishuj grek. Dhe Greqia. Ishujt këtu janë grek, nuk janë turqis. Janë grek ata? Po, janë grek. Janë futur ke zona... Janë grek dhe turqit tash I fusin në këtë zonën turke. Ishujt janë grek. Po, adheun blu. Dhe çfarë bën Greqia? Ka bërë një hile të madhe, ka kërkuar që atë që po bën edhe në Shqipëri që ishujt do t'i përdorë që edhe ishujt kenë zonën e tyre ekskluzive ekonomike. Po ishulli nuk mund të ketë zonë e tij ekskluzive ekonomike. Zonë ekskluzive ekonomike ka qendra, shteti. Dhe kjo shtrihet deri në pikë. Ishulli si ishull nuk mund të ketë vetë. Sepse në rast se ishulli do të ketë vend zonë ekskluzive ekonomike, atëherë bie që Turqia të mos mbetet pa det. Pra këtë kundërshton sot. Këtë pjesë dhe këtë pjesë të Kipros. Dhe kjo pjesë e Kipros shtrihet deri këtu. Ja, ishi mirë aty regjia se kjo është ishi mirë aty te ajo harta që ishim. Po. Dhe kjo pjesë shtrihet në këtë pjesën e Kipros ku janë përcaktuar dhe janë zbuluar edhe ato me gaz, depozitat të mëdha gazi. Në këtë moment, ky veprim I Turqisë, pra në rast se kjo kalon në parlament dhe bëhet, atëherë kjo do të sjellë një përplasje midis Greqisë, Kipros, Egjiptit dhe Turqisë. Pra Turqia është sepse prek Egjiptin, pra këtu është Egjipti. Po. Si shihni, pra prek Egjiptin, prek Kipron, prek edhe Greqinë. E qartë. Dritan, pra, çfarë do të ndodhi? Do të miratohet nga parlamenti turk dhe Unë mendoj që po, do të miratohet nga parlamenti turk. Momentin që miratohet, kjo bëhet automatikisht. Kjo bëhet ligj për Turqinë dhe atëherë presidentit I jepet të drejta që të vendosi zona ekskluzive ekonomike. Pra, thot, kjo zona këtu është zonë ekskluzive ekonomike dhe në moment që ti e përcakton zonë ekskluzive ekonomike të Turqisë, atëherë asnjë anije. Çdo anije, shiko, kjo vjen deri në afërsitë Kretës, e shihni? Po. Kretën këtu e lë. Dhe çdo anije që do kaloj këtu, çdo anije do shkojë në këta ishuj, është detyruar që duke kaluar se në zonën time ekskluzive ekonomike, ti detyruar të paguash tarif. Për të shkuar Greqia te ishujt e vet. Dhe kjo mund të çojë në një përplasje ushtarake midis Greqisë dhe Turqisë. Në këtë moment. Mos harrojmë që Greqia pak a shumë I ka parapritur kësaj për arsye se para 5 viteve ka bërë një marrëveshje të mbrojtjes me Francën. Partneritet strategjik mbrojtje me Francën, e cila limitohet vetëm në rast pra Franca do ta ndihmojë Greqinë vetëm brenda territorit grek. Pra jo jashtë territorit grek. Pra në rast se forcat turke hyjnë në territorin grek, Franca mund të sjellë forca dhe të bëjnë, por forcat franceze, anijet franceze, raketat franceze, avionet francez nuk do të godasin territorin turk. E qartë. Por mund të funksionojnë në aspektin e mbrojtjes, pra në rast se Turqia lëshon një raketë, ta lëshojnë interceptor francez me anije franceze për të kapur raketat turke, për të kapur dronët turk që vinë në territorin e kësaj. Pra kjo është sistemi, kjo është ajo marrëveshja e mbrojtjes që ta kanë bërë. Dhe normalisht të sjell një përplasje brenda NATO-s. Pasi nuk ka asnjë mekanizëm dhe asnjë lloj neni në kushtetutën e NATO-s që mund ta bëjë NATO-n të ndërhyjë dhe të ndalojë në një përplasje ushtarake midis dy vendeve anëtare të saj. Nuk ka. Ekziston vetëm neni 5, I cili mbron vendet e NATO-s nga një sulm I jashtëm. Për këtë arsye, kur shqiptarët kërkojnë që të ndryshojë qeveria në Serbi dhe Serbia të hyjë në NATO, kjo është në dëm të Shqipërisë dhe të Kosovës në rast se Serbia hyn në NATO. Se në rast se Serbia hyn në NATO, atëherë Serbia nesër mund ta sulmojë Kosovën dhe NATO nuk ndryhyn dot kundër Serbisë. Dhe duhet bëjmë luftë vet. Kurse sot Serbia nuk e prek dot Kosovën sepse është jashtë NATO-s dhe I ka prekur dhe prek nenin 5. Sepse duhet prekin atë. Pra kjo është e gjithë hilja që duhet t'i bien pas. Dhe të heqim dorë nga kozmopolitizmi që të bëhemi të gjithë antarë të NATO-s. Nuk po të bëhemi të gjithë antarë të NATO-s. Megjithëse Serbia po bënte një stërvitje me NATO në fakt. Po një stërvitje me 600 forca po e bën Jo. Po gjithsesi, Dritan, po kjo tani, pra, kjo do në momentin që kjo kthehet në ligj, kjo shkon në konflikt, them unë se pikërisht, varet, kthehet në ligj, pastaj duhet parë se cilat janë zonat ekonomike që do shpalli presidenti. Dhe unë mendoj që
Erdoani e ka më tepër për çështjen e Kipros, pra në këtë pjesën këtu. Sepse këtu do të kalojnë tubacionet, pra gjithë ato tubacionet e gazit dhe të energjisë elektrike kalojnë nga Izraeli, që është parashikuar nga Izraeli të vinë këtej dhe të kalojnë këtu, të shkojnë nga Kipro, të shkojnë në Kretë edhe këtu. Pra në moment që ti e ke gjithë të detit tënd, atëherë nuk mund të kalojë dot njëri këtu, s'mund të bëj asnjëri punim këtu pa u marrë vesh me ty. E qartë. Pra unë nuk mendoj që do ketë, po do të jetë në këtë pjesën këtu. Po e fut konflikte me Izraelin, po thua. Por Kipro nuk është antare e NATO-s. Pra do kemi gjithë. Po. Kipro nuk është antare e NATO-s. Kipro ka një marrëveshje bashkëpunimi ushtarak, po bashkëpunimi ushtarak, jo mbrojtje, me Izraelin dhe me Greqinë. Por nuk ka marrëveshje mbrojtje strategjike me këto të dyja. Pra, Turqia do ta provokojë këtu në mënyrë që Kipro të reagojë dhe në mënyrë që Kipro do reagojë, atëherë Turqia mund ta sulmojë Kipron. Ta marrë të gjithë Kipron. Nuk mundet Greqia të hyrë. Në rast se Greqia do të ndrynte, atëherë do të jepte mundësi Turqisë të kundërpërgjigjej Greqisë, por ta quante si vetmbrojtje. Pra këtu po bëhet që Turqia do bëjë lëvizje për ta futur në kurth Greqinë dhe për ta izoluar Izraelin. Pra për t'ia prishur marrëveshjet Izraelit. Po, ja ku është në solli. Po, ja ku do kaloj. Pra shive kalon këtu në buzë të Kipros, kalon këtu në Kretë, pra gjitha kjo pjesa e detit që pam, se vinte deri këtu. Gjitha kjo pjesa e detit këtu pretendon që ta marrë Turqia. Pra nuk ka asnjë gjë që mund të kalojë këtu pa miratimin e Turqisë. Po, qartë. Dhe në moment që këtë e bën edhe Izraelin të varur nga vendimmarrja turke. Prandaj pretendoj që mund të sjellë një përplasje. Po jo, nuk do të sjellë një përplasje, thjesht Izraeli do të rriqet në këtë aspekt. Tu ka se çfarë përplaset. Sepse bëhet llaf për pjesë të një deti ku Izraeli nuk ka pjesë fare këtu. Pra nuk cenohet. Negocioj me Turqinë. Pikërisht. E qartë. Greqia dhe Turqia janë shumë afër nesh, prandaj mendova dritan që le të shpresojmë që të mos kemi një përplasje se shpallën në mënyrë unilaterale. Jo, në rast se do kishim një përplasje, kjo do të ishte gjëja më e mirë, do të na shërbente shumë sepse çdo lloj përplasje në këtë rast për çështjen e detit midis Turqisë dhe Greqisë do të anullonte çdo lloj veprimi të shitjes të detit që qeveria kujslinge shqiptare e Tiranës po ndërmerr dhe i ka vënë me hapa të shpejtë që brenda këtij viti ta shesi detin dhe territorin shqiptar Greqisë. Pra në rast se kjo ndodh, atëherë nuk mund të shkohet në shitjen e detit dhe do hiqet dorë. Pra unë uroj që kjo përplasje të ndodhi dhe Greqia të angazhohet e gjitha në Turqi dhe të humbi edhe territor dhe Greqia të kthehet sërish. Pra ne të marrim atë territor të Çamërisë ato që nga përkitur në rast se zhbëhet kjo Greqi. Dritan, të falenderoj. Gjë që është e pamundur, po. Dritan, të falenderoj. Faleminderit edhe. Në këtë pjesë të emisionit është bashkuar me mua drejt për drejt nga Tetova Seladin Xhezairi, koleg gazetar. Përshëndetje zoti Xhezairi, kënaqësi që të kam. Përshëndetje, kënaqësia është e imja. Zoti Xhezairi, çfarë po ndodh në Maqedoni, sepse pamjet që pam nga protesta e studentëve shqiptar, përveç se ishin mahnitëse, besoj bëjnë krenar gjithë komunitetin shqiptar, jo vetëm Maqedoni, por në çdo anë kënd botës. Kujtoj se protesta e djeshme e studentëve dhe jo vetëm studentëve, por do thosha e shqiptarëve nga Maqedonia e Veriut, por edhe e studentëve nga Tirana dhe Prishtina, është një moment që do të duhet të shënuar si një moment i pakënaqësisë së shqiptarëve të këtushëm me përpjekjet e pushtetit qendror për mohimin e disa të drejtave të shqiptarëve dhe degradimin e pozitës kushtetuese juridike të tyre. Ishte një zë i fuqishëm që besoj se do duhet të jetë dëgjuar në kancelarin e kryeministrit Maqedonas Kristian Mickoski. Kësaj ngjarje të djeshme i la një shije do thosha të hidhur mënyra se si u trajtuan studentët nga Tirana, të cilët ishin nisur për të marrë pjesë në protest dhe çuditërisht të shoqëruar nga policia përfunduan jo në kryeqytetin e Maqedonisë së Veriut,
por diku në afërsi të kufirit me Serbinë në qytetin e Kumanovës. Ka qenë për të shënuar reagimi i ambasadorit të Shqipërisë në Shkup, i cili mbrëm vonë ndau kohë për të pritur studentët, dhe ky mbase ishte një mesazh i qartë për Shkupin zyrtar se më nuk guxon të trajtoj studentët nga Tirana si ndodhi dje. Po ashtu dje para protestës ka pasur një takim të kryeministrit Kristian Mickoski me dy bashkëkryetarët e grupimit politik Vlen, Mexhiti dhe Kasami, që andaj kanë ardhur sigurime, pohime se kjo çështje e njohjes të drejtës së studentëve për të dhënë provimin e jurisprudencës në gjuhën shqipe do të hiqet nga rendi i ditës, pra do të zgjidhet, dhe paralelisht me këtë njoftim nga ky takim ka qenë edhe një reagim i ministrit të drejtësisë Fillkov, i cili të thuash kategorikisht e ka përjashtuar këtë mundësi, dhe për më tepër dje u dëgjua fuqishëm zëri i studentëve dhe i gjithë shqiptarëve të pranishëm aty se nuk është fjala vetëm për këtë kërkesë të studentëve, por për kërkesën gjithë shqiptare që edhe shqipja të jetë gjuhë zyrtare në nivel të shtetit, diçka që garantohet, një drejt që garantohet me kushtetut dhe me ligjin për përdorimin e gjuhëve, i cili vazhdon të jetë i debatueshëm për partinë kryesore maqedonase VMRO DPMN në pushtet. Ndërkohë, ajo që bën përshtypje Seladin është fakti që kjo gjë është fituar, apo jo? Është diçka... Kjo gjë është fituar në para me marrëveshjen e Ohrit, me shkrirjen e saj në dokumente ligjore dhe në kushtetut, dhe e drejta e përdorimit zyrtar edhe të gjuhës shqipe brenda territorit të Maqedonisë është e garantuar si me kushtetut, ashtu edhe me ligj, por interpretimet politike, për të mos thënë nacionaliste në kuptimin negativ të fjalës të bllokut Maqedonas, kanë bërë që këto çështje, pra çështja e përdorimit zyrtar edhe të gjuhës shqipe, por edhe çështja e përfaqësimit të drejtë të shqiptarëve në administratën shtetërore dhe publike të Maqedonisë së Veriut të rikthehen në vëmendje në kontekstin negativ të fjalës, për shkak se në momentin që po flasim të gjitha raportet flasin, dëshmojnë për një tkurrje të përfaqësimit të shqiptarëve në administratë, dhe paralelisht me këtë edhe për degradimin e përdorimit të zyrtar edhe të gjuhës shqipe në institucionet qendrore të pushtetit. Pra, pak a shumë ajo që tentova të them, Seladin, është fakti që këto janë, le të themi, simptomat e një problematike e cila duhet thënë qëndron tek raportet midis shqiptarëve apo rolit të shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut. Pra, si e lexon këtë përpjekje për të patur një konflikt, për t'i fryrë një konflikti, për të nxitur një konflikt ndër etnik, duhet ta themi. Qarqet nacionaliste maqedonase që nga të cilët nuk është privuar as VMRO DPMN në pushtet, edhe publikisht e kanë thënë që pas përfundimit të konfliktit të armatosur të 2001 se do të duhet të zhvillohet pjesa e dytë
e këtij konflikti dhe nëse deri para 2 vitesh kemi mund të flasim për një harmoni të kushtëzuar mes etnive të ndryshme apo për një tolerancë thënë më mirë mes maqedonasve dhe shqiptarëve, fatkeqësisht këto 2 vitet e fundit sikur po çojnë krye këto qarqe nacionaliste për të rindezur konfliktin maqedono-shqiptar dhe kanë prekur ato çështjet që janë më të ndjeshme për shqiptarët, çështjen e gjuhës, çështjen e simbolit kombëtar, paçka se kjo është ironia në gjykimin tim më e madhe, maqedonasit gati me të gjithë fqinjet e tjerë, përveç se me shqiptarët i kanë problemet e njëjta. Greqia e detyroi Maqedoninë e Veriut që ta ndroj emrin. Bullgaria fqinje nuk e njeh as gjuhën e as historinë maqedonase. Po ashtu edhe Serbia fqinje nuk e mohon herëherë duke e cilësuar edhe si Maqedoni të vardarit apo si Serbi të vjetër këtë Republikë Jugosllave dhe çuditërisht duke i pasur këto probleme mbi shpinë maqedonasit në vend se të merren me zgjidhjen, kapërcimin e tyre dhe në këtë betejë kanë mbështetjen e gjithë shqiptarëve, gjithandaj ata u turren shqiptarëve duke u degraduar pozitën që deri para 2 vitesh e kishin, pozitën kushtetuese juridike dhe sërish në qendër të vëmendjes i kemi këto kërkesa të shqiptarëve të cilat besoj se nëse nuk rreshtin këto sulme maqedonase do të mund të agravojnë edhe në kërkesa më serioze që kanë për të prekur stabilitetin e brisht të kësaj Republike Jugosllave. Dhe kjo, prandaj po them, duket sikur ka një strategji prej zgjedhjeve të fundit, ajo që edhe bashkë kemi diskutuar shpesh në studio, ka qenë gjithmonë kjo klim, tensioni, të cilën e shikojmë të kthehet dhe rikthehet shpesh në Maqedoninë e Veriut. Dhe nëse jemi tek ajo, tek një strategji e cila do të shojë tek ajo që thatë ju, tek a mundet që kjo strategji të jetë vërtet ai projeksioni për të çuar në një përplasje të dytë, se kjo ishte shumë interesante. Dhe këtë destabilizimi pastaj do ishte... Unë dyshoj se mund të ndodhë kjo me të vërtet, por të gjitha veprimet sikur çojnë në këtë drejtim, edhe për shkak se u pa edhe dje me protestën e djeshme shqiptarët nuk janë indiferent ndaj veprimeve të pushtetit. Në gjithë këtë kujtoj se nuk mund të anashkalohet një heshtje jo e Tiranës, por e Prishtinës zyrtare, për shkak se kryeministri Maqedonas dhe homologu i tij kosovar Albin Kurti jo më larg se u takuan, jo më larg se para 10 ditësh kur u bë shkrirja e 5 subjekteve të vlenit në një dhe ndoqa mbrëm me interesim dhe vëmendje një intervistë të kryeministrit kosovar në detyrë Kurti për një televizion të Prishtinës dhe prita se do të prek edhe protestën e djeshme, por ai anashkaloi këtë duke